Transmetohet prej profetit të fundit të Islamit, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij të nderuar, që ai të ketë thënë kështu: do të ketë prej njerëzve të mi të dashur në ditën e gjykimit besimtar dhe besimtare, të cilëve Allahu i madhëruar do t'u jap prej mirësive dhe shpërblimit të tij të begatë, që po të krahasohet me mirësitë e kësaj bote, nuk mund të krahasohet as me një kokër rëre në mesin e shkretëtirës më të madhe të dynjas. Ky shpërblim i madh do të jetë për çdo besimtar, i cili e sheh vëllain e tij besimtar në nevojë dhe në vend që t'i shes mend dhe të tregoj madhësi, i ofron atij ndihmë, bujarinë, ngrohtësinë, mbrojtjen dhe gjithçka që ka nevojë. Në momentin që e kryen këtë mirësi dhe ja ofron vëllait të tij besimtar këtë ndihmë, do të gjejë ëngjëj, të cilët i ka ngarkuar Allahu për të përkujdesur për ato kështjella të mëdha, ku do të banojnë besimtarët dhe njerëzit e dashur të Allahut, duke thënë: O Allah, ne jemi të pafuqishëm për t'i shërbyer atyre kështjellave dhe atyre vendbanimve aq të mëdha. Ndaj të lutemi ty të na dërgosh të tjerë ëngjëj që të na ndihmojnë. Allahu i madhëruar u përgjigjet dhe u thot: nuk është në zakonin tim që të ngarkoj me detyrë që të kalon fuqinë e të ngarkuarit për ta kryer atë. Ndaj tregomni, o ëngjëjt e mi, për sa ëngjëj keni nevojë. O Allah, për të kryer me sukses mirëmbajtjen e atyre kështjellave, kemi nevojë të na dërgosh mbi fishin ton. Do të ketë prej ëngjëjve që do të thonë: o Allah, na ndihmo me disa mira herë sasit tona, ose në varësi të nivelit të besimit të besimtarit, që do të banojnë ato kështjella, ose në varësi të sasisë dhe cilësisë me të cilën ai ka ndihmuar besimtarin e tjetër. Allahu u përgjigjet thirrjes së tyre dhe u dërgon mbështetjen dhe logjistikën e kërkuar. Kështu, sa herë që besimtari e sheh vëllain e tij besimtar dhe e ndihmon, aq herë Allahu e shton pasurinë e tij në këtë botë dhe shpërblimin e tij me shërbëtor në xhenet.